Është zbuluar në hën mineral i ri me vlerë 1.5 trilion dollar, por prisni pak, sepse përbërësit e këtij minerali mund të ndryshojnë jetën e njeriut përgjithmonë. Sipas shkencëtarëve, ky kristal mund të zgjidhë problemet e krizës së energjisë, madje për gjithë planetin. Sidoqoftë, nuk është çmimi misteri i këtij zbulimi, por ajo që u gjet brenda këtij kristali. Më ndiqni deri në fund sepse është vërtet kurioze. Në dhjetor të vitit 2020, misioni Chang'e 5 e çoi Kinën në hën, duke renditur si potencën e tretë që shkeli atje, pas Amerikës dhe Rusisë. Ky mision bëri një zbulim të jashtëzakonshëm në zonën e satelitit ku pretendohet të ketë patur një aktivitet vulkanik. Nënvizohet se objekti është një mineral hënor, megjithatë i ri për shkencën. Ky mineral u gjet në formë kristali. Është një formë kolone pa ngjyrë. Kristali i gjetur peshon rreth 1 kilogram e gjysmë dhe vlera e tij shkon 1.5 trilion dollar. Megjithatë, nuk është kaq i rëndësishëm çmimi, por ajo çka zbuluan brenda këtij kristali, sepse shkencëtarët nënvizojnë se është një mineral që mund të gjenerojë një burim energjie pothuajse të pashtershme për gjithë planetin Tokë. Komponenti kryesor është helium-3, një element mjaft i rrallë në Tokë dhe tej mase i kushtueshëm. Ndaj, mendohet se prezenca e heliumit 3 në hën mund të zgjidhë problemet e energjisë elektrike përgjithmonë, sepse është karburanti thelbësor për reaktorët e fuzioneve nukleare, të cilat krijojnë një energji marramëndse, njësoj si edhe dielli, i cili çliron një energji të vazhdueshme prej miliona vitesh. Po e shpjegoj më mirë. Për shembull, Shqipëria në vit konsumon rreth 5 milion watt energji. Në të vërtet, konkretisht i nevojiten 7 milion, ose ndoshta edhe më shumë. Por tani dëgjoni me vëmendje. Merreni me mend, 1 gram i vetëm helium-3 mund të gjenerojë 165 milion watt energji, që do të thotë se vetëm 100 gram helium do të ishte mjaftueshme t'i dhuronte Shqipërisë energji për mijëra vite me radhë. Sipas të dhënave të ekspertëve, hëna fsheh rreth 1000 ton helium-3. Ndaj dhe ky zbulim mund të ndryshojë gjithë të ardhmen e njerëzimit, duke nënvizuar se nëse gjendet atje me shumicë, për diçka i nevojitet satelitit. Ndaj shpresojmë që përdorimi të ketë një ekuilibër. Në fakt, Kina po përgatit misionin tjetër, Chang'e 6, me qëllim që të shkojë në anën e errët të hënës, në zonën misterioze ku pretendohet të bëhen zbulime të mëdha. Ju, çfarë mendimi keni për këtë zbulim?